Nuk ka asnjë rezultat që ne nuk e arrim dot, por rezultatet që nuk arrim vinë sepse nuk bëjmë punën aq sa duhet. Dhe na duhet vetdia që këtë punë dhe këtë përpjekje ne kemi detyrë më të madhe se sa thjesht ndaj vetes apo për veten. Kjo arsye madhore është mundësia historike që neve na ka ardhur në dorë. Janë krijuar kushtet që ne ta shohim derën e Europës afër dhe të hapur plotësisht. Kemi bërë shumë nga ana jonë për të arritur këtu, por një gjë duhet me pas mirë parasysh, që nuk mjafton, ne mund ta kishim bërë të gjithën, dhe nuk mjafton, sepse i vogli, vendi i vogël, populli i vogël, nuk i mjafton që të bëj më të mirën e vet, duhet që dhe të tjerë ta shohin me sy të mirë. Dhe janë bashkuar yjet e fatit, sepse për arsye që nuk lidhen vetëm me sa mirë kemi punuar ne, por lidhen dhe me si po shkon bota. Bashkimi Evropian do që të na marrë brenda vetes. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Ky moment është konkret. Tani ne duhet bëjmë deri në fund atë që kemi në dorë. Ne na duhet të bëjmë maksimumin që dera e hapur të mbyllet vetëm pasi ne të kemi hyrë brenda. Ne vazhdojmë punën tonë, kemi detyrat sipas kalendarit që kemi dakordsuar dhe na e kanë vënë ata përpara kalendarit, nuk e kemi vënë ne, se ne s'vëm dot kalendar, na e vënë ata. Dhe unë e kam shpjeguar gjëre gjatë edhe në fushat, po tani është konkrete. Ata na e kanë vënë përpara, na kanë thënë, po i bët 1, 2, 3, 5, 200, 300 se janë më shumë se 4.000 ato që duhet bërë. Deri në fund 2027 ne do mbyllim negociatat. Mbyllja e negociatave me Bashkimin Evropian do të thonë të mbyllësh hesabet me katën e parë, se ka 2 kate Bashkimi Evropian. Katë parë është Brukseli dhe janë të gjithë zyrat dhe janë të gjithë nënpunësit e Brukselit që merren me të gjitha reformat, ndjekin të gjitha masat, ndjekin gjithë veprimet që ndodhin dhe bëjnë raportin për katën e dytë.